Atëherë përshëndetje të gjithëve. Zoti Berisha ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë takim me biznesin e fasonerisë. Unë quhem Artan Luku. Përveç faktit që jam i dyti në listën e mbyllur të Partisë Demokratike dhe Koalicionit, jam edhe kryetari i dhomës tregtisë dhe industrisë Durrës. Dhe do doja të vijë në dukje vetëm disa nga vështirësitë që haset biznesi i fasonerisë dhe biznesi në përgjithësi në Durrës, por edhe më tutje. Në 2 vitet e fundit ne përballemi me një paqëndrueshmëri të sjelljes së lekut karshi monedhës europiane. Në fakt nuk kemi të bëjmë me rënien e euros, por kemi të bëjmë me një forcim të lekut në thojza. Askush në këto 2 vite nuk ka analizuar, nuk është marrë, nuk është lodhur as pak të bëjë një analizë të thjeshtë për çfarë ka ndodhur forcimi i euros, forcimi i lekut. Të gjithë e dimë, është leku i pisët, leku i pakontrolluar që ka hyrë me shumicë në Shqipëri në këto vite të fundit, ai i cili ka bërë që të kemi një situatë të tillë në raportin e lekut me euron. Kjo ka bërë që biznesi i fasonerisë të pësojë humbje, po jo vetëm fasoneria, në fakt se ne jemi këtu dhe po flasim për fasonerinë, po edhe biznesi i turizmit, për efekt të përnotimeve që gjithmonë janë një vit përpara, ka bërë që të kemi humbje që arrin deri në shifrën 15%. Hallet e biznesit në këto 2 vite kanë rënë në vesh të shurdhët. Ajo që është fakt për të ardhur keq është që ato që përfaqësonin biznesin e fasonerisë dhe biznesin në përgjithësi, që ishin negociatorët e biznesit dhe të qeverisë për këtë problem, sot janë pjesë e listave të Partisë Socialiste. E kanë përdorur kauzën e biznesit, e kanë përdorur këtë lloj organizimi për të bërë marketing për interesat e veta personale dhe as pak për të vënë dispozicion të interesave të biznesit. Unë do i ftoja biznesmenët që në fakt të bëjmë pyetje konkrete, sepse në programin që koalicioni ka, nuk është thjesht program elektoral, por kemi të bëjmë angazhim. Është me të vërtetë angazhim për të rregulluar gjëra, për të rregulluar mënyrën e të bërit biznes, për të patur konkurrencë të drejtë në të ardhmen. Ju faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen. Përshëndetje të gjithëve.